qysh bëhet i fort besimtari ose i fuqishëm. A din çka thonë njerëzit në situata të këtilla, thotë unë ja kisha lëshuar rrugën, po ai kishte menduar se po tute. A është kështu apo jo? Me këtë arsye tonë. Po kjo është justifikim, kjo nuk është arsye. Edhe kjo është djallëzi, pikërisht që tu flen djallëzia, për çfarë arsye? Për arsye se nuk ka njeri i mençur ndonjëherë që e çorton ose e shan atë që lëshon rrugë, edhe i shmanget konfliktit. Të gjithë thonë bravo i qoftë, i lumt, Allahu e shpërbleft. Pse? Për arsye se ky e ka evituar një konflikt, edhe ky i ka shpëtuar potencialisht dy jetë, edhe jetën e vetë edhe jetën e tjetrit. I ka shpëtuar dy përgjegjësi, i ka lënë të pastërta dy ndërgjegje. Do thonë nuk ka mundësi nëse ti e eviton një konflikt me mençurinë tënde, me vetëpërmbajtjen tënde, nuk ka mundësi dikush me të thonë u friksove, ti ishe qyçan e kështu me radhë. S'ndodh kjo. Mirë po shejtani ala vazhdon me përshpërit për me ju thonë njerëzve mos lëshoni pe, mos lëshoni rrugë, se kjo është e keqe. Mirë po ai i cili e eviton konfliktin, ai fiton shumë. Në radhë të parë e fiton kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Në radhë dytë e fiton komoditetin e vet, komoditetin e shpirtit vet edhe të ndërgjegjes vet, për arsye se nëse nuk lëshon rrugë edhe nëse nuk lëshon pe, mund të jesh më i shkathtë, më i shpejt, më kështu me radhë dhe mund ta dëmtosh palën tjetër, ose ai mund të jetë më i shpejt se ti dhe mund të dëmtoj ty, por përgjegjësia është mbi të dytë sipas asaj që tham pak më herët. Ndërsa ku qëndron forca e besimtarit në pyetjen e mrekullueshme që e bën. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Leysa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu men yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Nuk është i fortë, trem, i guximshëm, hero, thuj çka dush. Ai i cili është i fuqishëm fizikisht edhe me atë shkallësinë e vet i rrezon njerëzit. Sura i thojnë mundjes. Mundësit i ke pa, cili e rrezon njeriu ose ja çet shpinën tok, ai fiton. Thot nuk është i fortë, vetëm ai i cili ka aftësinë e mundjes së të tjerëve. Por kush është i fortë? Thot i fortë është ai i cili përmbahet, vetë përmbahet, kur të gjithë parametrat e zemrimit edhe të gjitha arsyet e zemrimit janë evidente. Pra ka arsye me u zemru, ka arsye me u hidhnu, mirë po e përmban vetën. Pse qenë ka e nevojshme me u përmbajt në rast zemrimi edhe hidhërimi? Për shkak se në gjendje të zemrimit edhe të hidhërimit, në gjendje të mlefit, njeriu nuk ka gjykim racional. Secili prej neve, kur kemi qenë në gjendje të zemrimit, kemi thonë gjona të cilat me njerë sana ka kalu zemrimi, jemi ba pjeshmam pse i kemi thonë. Do të bënim të shmas me i gjba. Ashtë kështu apo jo? Është evidente kjo të secili njeri. Zemrimi është dobësi njerëzore. Është dobësi e cila nga njerë mund të shfrytëzohet edhe të përdoret për mirë. Mirë, por në shumicën e rasteve është e dëmshme.